Surja e Rrad. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto janë ajetet e librit. E tërë ajo që t'u shpall ty nga Zoti yt është e vërteta, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla që mund të shihen nga ju, dhe më pas ai që ndroi mbi fron. Ai e nënshtroi diellin e hënën që lëvizin sipas një afati të caktuar. Ai rregullon të gjitha çështjet dhe i sqaron argumentet me hollësi që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Është ai që e shtroi tokën dhe vendosi në të male e lumenj dhe të gjitha llojet e frutave i bëri çift, 2 e nga 2. Ai bën që nata të mbuloj ditën. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka hapësira që qëndrojnë pranë njëra tjetrës, ka vreshta dhe fusha të mbjella, ka palma që janë me shumë degë, por edhe pa të tilla. Të gjitha ujiten me të njëjtin ujë, por ne i kemi bërë me shije të veçanta e të dallueshme nga njëra tjetra. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Nëse ti çuditesh, është edhe më çuditshme kur ata thonë: a do të krijohemi sërish pasi të jemi bërë dhe? Këta janë ata që e mohojnë Zotin e tyre dhe do të ndëshkohen me pranga në qafë. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e ndëshkimit para së mirës, edhe pse para tyre ka pasur dënime të ashpra. Me të vërtet, Zoti yt e ka faljen të madhe për njerëzit me gjithë padrejtësitë e tyre, por të jeni të bindur se Zoti yt është edhe ndëshkues i rrept. Ata që nuk besojnë thonë: përse nuk i zbret atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij, por ti je veç se një qortues dhe çdo popull ka pasur udhërrëfyes. Allahu e di çfarë bart çdo femër dhe çfarë paksojnë e çfarë shtojnë barqet e tyre. Tek ai çdo gjë është me mas të caktuar. Ai e di të padukshmen dhe të dukshmen. Ai është i madhi dhe i lartësuari. Për atë është një lloj nëse dikush e fsheh fjalën apo e shpreh atë haptazi, nëse vepron fshehtas natën apo vepron haptazi ditën. Për çdo njeri ka mbikëqyrës, para dhe prapa tij, të cilët me urdhrin e Allahut e ruajnë atë. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë në veten e tyre. Por kur Allahu vendos ta ndërshkojë një popull, atë ndëshkim nuk ka kusht as prapës dhe ata nuk do të gjejnë mbrojtës tjetër veç ti. Është ai që u shfaq rrufen që të friksoheni dhe të shpresoni, dhe është ai që i krijon rrete dendura. Bubullima e madhron atë me lavdin e tij, e po kështu bëjnë edhe me lekët nga frika ndaj tij. Është ai që i dërgon rrufet dhe godet me to këtë doj, dhe i dhujtarët guxojnë të polemizojnë rreth Allahut kur ai është një ndëshkues i ashpër. Lutje vërtet është vetëm ajo që i drejtohet atij, ndërsa idhujt të cilëve jo besimtarët u luten veç tij nuk kanë për t'ju përgjigjur kurrë. Ata i ngjajnë atij që shtrin duar drejt ujit që ai t'i shkojë në gojë, por që kurrë nuk ka për t'i shkuar. Lutja jo besimtarve është veç se një kotësi. Gjithçka në qiell e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut, me hir e me pa hir, e po kështu edhe hijet e tyre në mëngjes e mbrëmje. Pyeti: kush është Zoti i qielleve dhe i tokës? Thuaj ju: Allahu. Thuaj: mos vallë keni zgjedhur zotat të tjerë veç tij, që edhe vetes së tyre nuk mund t'i bëjnë as dobi e as dëm. Thuaj: a është i barabartë i verbri me atë që sheh dhe a janë të njëjta errësirat me dritën? Apo mos vallë besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai, dhe tashmë ky krijim i u ngjan një lloj.
Thuaj, Allahu është i vetmi krijuesi i çdo gjëje. Ai është i vetmi dhe ngadhnjimtari. Ai zbret nga qielli ujë që rrjedh nëpër lumenj me mas, ndërsa vala nxjerr shkumën mbi sipërfaqe. Edhe ajo që del nga shkrirja në zjarr për të bërë me të ndonjë stoli ose ndonjë mjet, është shumë e ngjajshme si ajo. Kështu e sqaron Allahu shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës. Sepse zgjyra zhduket si shkuma, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kështu i shpjegon Allahu shembujt. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, janë të gjitha gjërat e mira, ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, dhe sikur të zotrojnë gjithçka që është në qiell e në tokë, madje edhe një herë sa ajo, do t'i jepnin si kompensim për t'i shpëtuar ndëshkimit. Ata do të kenë gjykim më të rëndë dhe vendi i tyre është Xhehenemi. Sa vend qëndrimi keq është ai. A është i njëjtë ai që e di se ajo që t'u shpall nga Zoti yt është e vërtet me atë që është i verbër. Vetëm njerëzit e mençur e kuptojnë qortimin. Ata që e përmbushin besën e dhënë në Allahut dhe nuk e shkelin fjalën e premtuar, ata që i ruajnë lidhjet që Allahu ka udhëruar të ruhen, i friksojnë Zotit e tyre dhe i druhen gjykimit të rënd. Ata që ngulmojnë me durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre dhe falin me rregull namazin. Ata që japin haptazi dhe fshehurazi nga ajo që u kemi dhënë ne dhe të keqen e kthejnë në të mirë, këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e përjetshme. Për ta janë përgatitur xhenetet e Adnit, ku do të hyjnë ata dhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepër mirë. Melekët do t'i vizitojnë ata duke u hyrë nga çdo portë. Selamun aleikum. Me durimin tuaj gjetët shpëtimin. Sa e mirë është shtëpia e tyre e përjetshme. Dërsa ata që e shkelin besën e dhënë Allahut, pasi kanë dhënë, i shkëpusin ato lidhje për të cilat Allahu ka urdhëruar të mbahen fort, dhe bëjnë shkatërime në tokë. Ata janë të mallkuar dhe për ta është shtëpia e tmerrshme. Allahu i jep me mbushëlli atij që ai dëshiron dhe po ai kufizon. Ju besimtarët janë të gëzuar me jetën e kësaj bote, por jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër është veç se një përjetim mashtrues. Ju besimtarët thonë, përse nuk i jepet atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij? Thuaj, Allahu lë të humbur atë që ai do dhe udhëzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur e kujtojnë Allahun. Dijeni se me kujtimin e Allahut zemra gjen qetësi. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë çdo mirësi dhe vende të bukura. Kështu, ne të dërguam ty te një popull, para të cilit kanë kaluar shumë popuj të tjerë, që tu lexosh atë që ne ta shpallëm. Sepse ata janë duke e mohuar të gjithëmëshirshmin. Thuaj, ai është Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër më me merit veç ti. Vetëm atij i jam mbështetur dhe vetëm tek ai kthehem. Dhe pse ky Kur'an është ai libër me të cilin malet do të lëviznin, toka do të çahej dhe të vdekurit do të flisnin, idhujtarët përsëri nuk do të besonin. Por sigurisht e gjithë çështja i takon vetëm Allahut. Vallë, a nuk e dinë ata që besojnë se sikur të donte Allahu do t'i drejtonte të gjithë njerëzit tek e drejta. Por ata që nuk besojnë për shkak të veprave të tyre, do t'i godas vazhdimisht shkatrimi ose do t'u vi pranë shtëpive të tyre derisa të vi premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel kur premtimin. Edhe me të dërguarit para teje janë tallur, por atyre që nuk besuan, unë u dhash afat dhe pastaj i ndëshkova. Si ishte ai dënim. Vallë, kush mund të krahasohet me Allahun që mbikëqyr çdo kënd se çfarë vepron? Dhe megjithatë, ata i përshkruajnë Allahut ortak. Thuaj, na i tregoni ata. Mos vallë, ju po i tregoni atij diçka që ai nuk e ditka, qoftë ajo nga gjërat që janë në tokë, qoftë ajo fjalë prej fjalëve që ju thoni. Jo,
por atyre që nuk besojnë, u duket e mirë drejtësia e tyre, prandaj janë të penguar nga rruga e drejtë, dhe ata që Allahu i lë të humbur, askush nuk mund t'i udhëzojë. Për ata ka dënim në jetën e kësaj bote, por dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ata nuk ka kush t'i mbrojë prej ndëshkimit të Allahut. Xheneti që u është premtuar të devotshmëve është si një kopsht i bukur nëpër të cilin rrjedhin lumenj, ku ushqimi dhe hija janë të përhershme. Ky do të jetë fundi i lumtur i atyre që janë të devotshëm, ndërsa fundi i jo besimtarve do të jetë zjarri. Ata të cilëve ne u kemi dhënë librin gëzohen me atë që t'u shpall ty, por ka grupime që e mohojnë një pjesë të tij. Thuaj: unë jam urdhëruar të adhuroj vetëm Allahun, pa i bërë shok atij. Unë vetëm tek ai ftoj dhe vetëm tek ai është kthimi im. Kështu, ne kemi shpallur Kuranin në gjuhën arabe për të qenë një ligj i përkthyer. Por nëse ndjek dëshirat e tyre pas diturisë së madhe që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmë e as mbrojtje prej Allahut. Ne edhe para teje dërguam profet të cilëve u mundsuam të kenë gra e fëmijë. Asnjë i dërguar nuk solli argument përveç se me lejen e Allahut. Çdo kohë ka librin e vet ku përcaktohet caku i saj. Allahu fshin çfarë të doj dhe përforcon çfarë të doj, tek ai është nëna e librit. Edhe nëse do të mundsojmë ta shohësh sa je gjallë, një pjesë të asaj që ua kemi premtuar atyre, apo të ta marrim shpirtin para se të përfundojë gjitha, detyra jote është vetëm kumtimi i qartë i shpalljes, kurse gjykimi për ta i hyni. A nuk shohin ata se ne po ngushtojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund ta kundërshtojë gjykimin e tij. Ai është i shpejtë në llogari. Edhe ata që kanë qenë para tyre thurën intriga, por çdo intrig është në dorën e Allahut. Ai e di se çfarë vepron çdo njeri dhe mohuesit do ta kuptojnë mirë se për kë do të jetë fundi i lumtur. Ata që mohojnë thonë: ti nuk je i dërguar. Thuaj: mjafton që Allahu është dëshmues midis meje dhe jush, por edhe midis meje dhe atyre që kanë njohuri për librin.